Të nderuara media dhe gazetarët praneshëm, qytetarë të dashur, sot patëm një mbledhje sa të rëndësishme aq të frytshme të qeverisë së Republikës Kosovës, në të cilën morëm një sër vendimesh të mira për vendin, vendime të cilat e prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Republikës sonë. Mbledhjen e nisëm me votimin tash për herë të dytë në qeveri të projekt ligjit për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ky projekt ligj ishte kontestuar nga opozita në gjykatën kushtetuese. Na vonuan, por nuk na ndalën. Ashtu siç jemi zotuar se procedimi do të bëhet shpejt, ashtu edhe u bë. Ky projekt ligj për të cilën do të na flas zëvendës kryeministrja dhe Ministrja Drejtësisë Donika Gërballa Shfarc, që ndodhet këtu bashkë me mua sot në konferencën për medje, është i rëndësisë së jashtëzakonshme dhe paraqet njërin prej iniciativave bosh të reformës në kuadër të reformave të thella për të cilat kemi folur gjatë e jemi angazhuar shumë. Ndonse procesi për projektin e banimit të përballueshëm dhe social ka filluar në 7 komuna, ndërkaq në 4 prej tyre tashmë ka nisur edhe ndërtimi, edhe projekt ligji që lidhet me këtë projekt, shumë të rëndësishëm, ishte sfiduar në gjykatën kushtetuese. Pas gjithë asaj vonese, me të kthyer nga gjykata kushtetuese, e kemi proceduar me ndryshimet përkatëse dhe këtë projekt ligj që do të jap një shtysë edhe më të fortë shtrirjes së këtij projekti në të gjitha komunat e vendit, në mënyrë që qytetarët e vendit ton, çiftet e reja dhe familjet në nevojë të përfitojnë nga ky projekt i madh. Një vendim tjetër me rëndësi ishte edhe vendimi që morëm sot me kërkesë të Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e Forcës së Sigurisë Kosovës në mision në Gaza si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë në forcën stabilizuese ndërkombëtare dhe të ndihmojmë popullin e Gazës. Ky vendim përbën finalizim të procesit të nisur vitin e kaluar në kohën e konferencës në Doha të Katarit nga Ministri i Mbrojtjes Ejop Maqedonci dhe komandanti i FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari. Pikërisht prej aty pra fillon edhe ajo çfarë vendosëm sot për pjesëmarrje në forcën ndërkombëtare stabilizuese nga qeveria tash kalon çështja te Kuvendi i Republikës. Gjithashtu në këtë mbledhje të sotme, siç ishim zotuar më herët, miratuam ndarjen e shpërblimit prej 500.000 euro për përfaqësuesën tonë të futbollit për rezultatin e jashtëzakonshëm të treguar në ndeshjen ndaj Slovakisë. Këtë performancë që na bëri krenar të gjithëve, urojmë e besojmë që do të përsëritet edhe me më shumë motiv dhe energji në ndeshjen nesër mbrëma me Turqinë si stacion i nisjes për Amerikë në kampionatin e parë botëror në futboll për Republikën e Kosovës. Para se t'ia kaloj fjalën zëvendës kryeministres, dua të përmend një lajm të mirë dhe një vendim po ashtu të rëndësishëm. Lajmi i mirë është që orkestra e fëmijëve nga mosha 10 deri në 17 vjeç, Amadeus, ka zënë vendin e parë, ka fituar çmimin e madh Grand Prix në Spanjë dhe para 11 ditëve, saktësisht me 19 mars në mbledhjen e qeverisë së Republikës Kosovës, ne patëm bërë financimin e udhëtimit të tyre duke mbështetur këta talent që po na bëjnë krenar në mbar botën, pra Republika e Kosovës, vendin e parë në botë, orkestra Amadeus e fëmijëve prej 10 deri në 17 vjeç, ndërkaq vendimi i rëndësishëm është për punonjësit që marrin pagë nga buxheti i shtetit. Vendimi në mbledhjen e sotme përbën pra edhe njërin prej 5 zotimeve të para, të cilat i kemi premtuar në fushatën tonë zgjedhore në dhjetor të vitit kaluar. Këtë muaj punonjësit që marrin pagë nga buxheti i Republikës së Kosovës në kontën e tyre do ta kenë pagën e 13. Pra paga e 13 jo në fund, por në fillim, tash me njëherë pasi që u kalua buxheti i shtetit. Pra nesër, të gjithë punonjësit në sektorin publik do ta marrin pagën e 13,
siç kemi thënë më herët, kush ka punuar 12 muaj i merr 13 rroga, dhe jo vetëm kaq, edhe ata të cilët nuk kanë punuar 12 muaj, do të marrin proporcionalisht aq sa kanë punuar. Ta zëm, nëse dikush nuk i ka 12 muaj punë në 12 muajt e fundit, po i ka vetëm 6 muaj, pagën e 13 do ta marrë të përgjysmuar. Gjithashtu edhe ata të cilët kanë punuar me orar të shkurtuar, do ta kenë pagën e 13 proporcionalisht, ashtu siç kanë punuar me orar të shkurtuar. Urime për të gjithë dhe i gëzofshin bashkë me familjet dhe të afërmit e tyre. E tash para se të kalojmë tek pyetjet e juaja, po ja kaloj fjalën zëvendës kryeministres dhe ministres drejtësisë Donika Gërvalla Shfarc. Faleminderit kryeministër Kurti, të nderuar përfaqësues të medjeve, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, sot e votuam, siç e theksoi edhe kryeministri, projektligjin për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, i cili në fakt përbën një prej shtyllave kryesore të reformës së thellë për të cilën jemi zotuar në fushën e drejtësisë. Ky projekt ligj, i cili synon themelimin e një mekanizmi të veçantë që është Byroja Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme, të cilën për herë të parë e pa të miratuar në qeverinë në dhjetor 2021, pra gjatë vitit të parë të mandatit të qeverisë Kurti 2. Projekt ligjit i pat paraprirë në prill 2021, pra më pak se një muaj pas marrjes së detyrës si qeveri, koncept dokumenti në këtë fushë. Më lejoni ta shfrytëzoj këtë mundësi që të falenderoj ish ministrën e drejtësisë, kryetaren e tashme të kuvendit, zonjën Albulena Haxhiu dhe ekipin e saj për punën kolosale në këtë fushë. Pra, nisma e tillë nuk është iniciativë e re. Është një rrugtim maratonik pothuajse 5 vjeçar, rezultat i një procesi disa vjeçar në kuadër të reformave për forcimin e sundimit ligjit dhe rritjen e efektivitetit në fushën kundër korrupsionit. Projektligji ndërkohë ka marrë 3 opinione të Komisionit Venedikut dhe 2 aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese. Por të kthehemi pak prapa në kohë. Pas miratimit të tij në qeverinë vitin 2021 dhe me të proceduar në kuvend, atë kohë kryetari i kuvendit zoti Glau Konjufca, pa të marrë parasysh rëndësinë e këtij projektligji, kishte dërguar kërkesën për opinion në Komisionin e Venedikut. Ky veprim i përgjegjshëm institucional tregon qasjen serioze të Republikës Kosovës për forcimin e shtetit ligjor dhe për trajtimin dhe harmonizimin e nismës së tillë me standardet evropiane. Komisioni Venedikut në opinionin e parë të datës 20 qershor 2022 e pat konfirmuar se konfiskimi civil pa aktgjykim dënues penal është i pranueshëm në parim dhe përputhet me praktikat evropiane, por pa të kërkuar atëherë qartësi më të madhe në qëllimin publik të ligjit, garanci të forta për pavarësinë e institucionit, standard të qartë prove dhe mbrojtje efektive të drejtave themelore. Këto rekomandime janë reflektuar në tekstin e projektligjit. Po ashtu gjatë gjithë këtij procesi, projektligji është punuar në bashkëpunim të ngushtë me partner ndërkombëtar, duke përfshirë konsultime teknike dhe analiza krahasimore për të siguruar që dispozitat të jenë të zbatueshme, proporcionale dhe të mbrojtura me kushtetutë. Pas integrimit të rekomandimeve të Komisionit Venedikut, ligji u dërgua në kuvend dhe u miratua nga kuvendi me 9 shkurt 2023. Megjithatë, në gjykatën kushtetuese u dërgua nga ana e disa deputetëve të opozitës dhe qëndroi 1 vit e 5 muaj deri në korrik të vitit 2024, pas gjithë kësaj kohe të gjatë, gjykata kushtetuese erxoi këtë ligj. Por kini parasysh, gjykata nuk e rrëzoi konceptin e konfiskimit civil si të tillë, pikërisht aty ku ishin përqendruar kritikat më të forta të kundërshtarëve të ligjit. Përkundrazi, ajo konfirmoi se konfiskimi civil është një mjet legjitim për mbrojtjen e interesit publik, por kërkoi qartësi më të madhe në dispozita, proporcionalitet në ndërhyrje dhe respektim strikt të ndarjes së pushteteve. Pas marrjes aktgjykimit, projektligji nuk është hartuar nga e para, por janë rishikuar dhe korrigjuar dispozita konkrete për cilat gjykata kushtetuese mendonte të ketë konstatuar mospërputhje.
Çështjet kryesore të adresuara përfshin fushveprimin dhe retroaktivitetin e ligjit, pastaj nevojën për qartësi në lidhje me periudhat kohore, brenda cilave byroja shtetërore mund verifikoj pasurinë e fituar, por gjithashtu përfshin edhe përbërjen e komisionit mbikëqyrës në dritën e garantimit dhe respektimit të parimit të ndarjes së pushteteve. Edhe pse i miratuar disa herë, na duhet ta dërgojmë përsëri për votim në kuvend, si pasojë e aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese të datës 9 janar 2026, i cili ka shfuqizuar ligjin për shkaqe procedurale i miratuar në kuvend me 5 janar 2024. Si rrjedhoj më lejoni që në mënyrë të përmbledhur dhe të qartë ta paraqes edhe një herë strukturën dhe qëllimin e tij pas të gjitha ndërhyrjeve dhe rishikimeve që janë bërë. Objektivat e këtij ligji janë të qarta. Ligji krijon një mekanizëm funksional dhe kushtetues për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme të zyrtarëve publik. Ai nuk synon të zëvendësoj procedurat penale dhe as të krijojë një strukturë paralele me prokurorin apo gjykatat. Përkundrazi, ndërton një proces civil të kontrolluar plotësisht nga gjykata, ku byroja ka rol përgatitor dhe analitik. Mbledh, verifikon dhe paraqet provat, por nuk merr vendime për konfiskim. Vendimin përfundimtar e merr ekskluzivisht gjykata, me garanci të plota procedurale dhe nëse konstatohet disproporcion i pajustifikuar i pasurisë, konfiskimi bëhet vetëm me një vendim gjyqësor. Në thelb, ky ligj synon të krijojë mekanizëm të qëndrueshëm llogaridhënieje, duke adresuar rastet kur pasuria e zyrtarëve publik nuk përputhet me të hyrat e tyre të ligjshme. Ai vendos theksin tek analiza financiare, tek standardi civil i provës dhe tek roli përfundimtar i gjykatës. Në këtë mënyrë, ndërtohet një balancë e qartë mes interesit publik për të luftuar korrupsionin dhe detyrimit për të respektuar të drejtat themelore dhe garancitë procedurale. Ju faleminderit. Shqipron Xhema, gazetar në Kallxo.com. Kryeministër, fillimisht kisha dashur me ditë, a keni dërguar ftesa për takim me partitë opozitare për çështjen e presidentit, kur pritet me u taku? E dyta që ndërlidhet me këtë të parën, a jeni të gatshëm që në këto takime të ofroni ndonjë lloj kompromisi apo cila është ideja e arritjes së një marrëveshje deri në përfundim të këtij afati që ka dhënë gjykata kushtetuese? Nëse është e mundshme me malloni sqarim edhe për çështjen e dërgimit të FSK-s në Gaza, një sqarim se çka saktësisht do të jetë roli i FSK-s, a do të jetë vetëm deminimi edhe rastet e intervenimit në fatkeqësi natyrore që përmendet në mbledhjen e qeverisë, apo do të ketë edhe një rol tjetër, edhe si të fundit do të jenë një qendrim edhe nga kryeministri dhe nga zëvendës kryeministrja për sa do të bëhet edhe një protest kundër një ekspozite që është shfaqur në qendër të Prishtinës, ku pretendohet për pasaktësi dhe masakrave që kanë ndodhur në Kosovë. Kisha dëshirë të marrë një qendrim për juve. Faleminderit. Faleminderit. Së pari unë jam kthyer mbrëm nga Parisi, ku kishim një vizitë dhe takim shumë përmbajtësor rreth 2 orësh me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili natyrisht që është mbështetës i madh i integrimit evropian të Republikës sonë. Franca është një ndër vendet që na ka njohur qysh në fillim kur e kemi shpall pavarësinë në vitin 2008 dhe është shtet bosht i Bashkimit Evropian sa i përket aq shumë fushave, disa prej të cilave ne edhe i diskutuam së bashku, mbrojtjen e sigurinë, pastaj edukimin, lërat mesdhetare 2030 e kështu me radhë. Ju besoj që e keni vrejtur që dhe në letrën e urimit të president francez, një paragraf i referohet aty pikërisht lërave mesdhetare 2030, ku ne mirë presim angazhimin dhe mbështetjen e Francës. Prandaj unë nuk e kisha kohën e mjaftueshme që të bëj konsultimet e brendshme për takimet e ardhshme. Padyshim që do të bëj ftesa për takime,
për kryetarët e partive opozitare, në mënyrë që të shohim se cilat janë rrugët, ashtu që të arrijm numrin prej së paku 80 deputetëve, po e ritheksoj, unë nuk besoj që është mirë të jemi veç se 80 apo 81, duhet të jemi rreth 85, 84 deri në 86, që të jemi të sigurt në mënyrë që ta zgjedhim presidentin aty, dhe për këtë do të bëj edhe ftesa e do të zhvillojmë edhe takime, por çfarë ofertash e kërkesash do të ketë në ato takime, duhet të presim që të ndodhin ato takime. Përveç kësaj, ju pyetët edhe për çështjen e dërgimit të Forcës së Sigurisë Kosovës në Gaza. Ju e dini që na kemi bërë ndarje të buxhetit për 200 milionë euro për ndihmë humanitare popullit të Gazës, i cili është në kushtet jashtëzakonshme të rënduara të një krize shumë të madhe humanitare. Ne vetë kemi përfituar ndihma në të kaluarën, vetë kemi pasur edhe mbështetje të forcave ndërkombëtare për mjedis të sigurt në vendin tonë, andaj tash nuk duhet të jemi vetëm përfitues, por edhe kontribues. Dihet tashmë ndërkombëtarisht që Forca e Sigurisë Kosovës është tejet efikase e suksesshme, sepse profesionale dhe përgatitur sa i përket kërkim shpëtimit dhe deminimit, por jo vetëm. Ju e dini që ne kemi marrë pjesën në bashkëzbarkime me ushtrit aleate, por për hollësit se cili njësit kur do të shkoj, çfarë krejt do të bëj, unë ju kisha inkurajuar që të pyesni ministrin Maqedonsi dhe komandantin Jashari, sepse ata janë personat kompetent që mund t'ju japin përgjigje edhe në aspektin teknik. Sa i përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vinë, për shkak se ju e dini që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë të ne, për të mos të ngati gjysma, ose kanë qenë fëmijë në kohën e luftës dhe nuk e mbajnë mend qartë, dhe nuk kanë pasur si ta kuptojnë atëherë se çfarë po ndodh. Krejt, dhe në anën tjetër kemi edhe aq shumë të ri e treja që kanë lindur pas luftës. Dhe kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë, veç për të kaluarën tonë. Ndërka që është e rëndësishme edhe për aspektin ndërkombëtar, sepse ne dëshirojmë që bota me cilën ne kemi ndërveprim të dendur të mos harrojë asnjëherë se çmimi i lirisë e i pavarësisë ishte shumë i lartë, dhe në veçanti në popullsinë civile, sepse shumica dërmuese të vrarëve në Kosovë janë popullsi civile dhe aq shumë ka gra, fëmijë e pleq. Tash një ekspozitë e saktë, e drejtë dhe e plot mbi të gjitha natyrisht e vërtet për krimet e Serbisë në Kosovë, unë besoj që duhet të rikthehet sa më parë. Madje një datë optimale do të mund të ishte qershori, përkatësisht koha kur shënojmë përvjetorin e 27 të çlirimit të Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, është me rëndësi që ajo të mos jetë vetëm në Prishtinë, ta kemi një ekspozitë që është në për të gjitha komunat e Kosovës. Sepse vështirë të gjendet ndonjë komunë ku s'ka pasur vrasje mizore e masakra. Dhe është mirë që kur komunat i shënojnë ditët e tyre të çlirimit në javën e 2 të 3 të qershorit, ta kenë edhe ekspozitën në sheshet e qyteteve anën bën Kosovës për masakrat që kanë ndodhur në ato komuna, dhe për këtë gjë inkurajoj
edhe kryetarët e komunave. Lejoni të theksoj se çfarë po bën e ka bërë Qeveria e Republikës Kosovës lidhur me të vërtetën dhe drejtësinë për krimet e kryera gjatë luftës nga Serbia në Kosovë në kuadër të fushatës së saj për drejtësi institucionale për të mos harruar. Në shtator 2022 votuan projekt ligjin për krijimin e bazës ligjore për trajtimin e krimeve të luftës. Në nëntor 2023 e kemi themeluar Institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë pas 24 vitësh. Qëllimi i institutit është evidentimi i plot dhe i sakt i krimeve të luftës në mënyrë institucionale dhe shtetërore. Kemi filluar përgatitjet për padin për gjenocid ndaj Serbisë, proces që kërkon përgatitje të gjatë dhe serioze dhe konfidenciale. Pastaj Kosova u mor me këto çështje 23-24 vjet pas luftës, edhe pse ato do duhej të ishin trajtuar me njëherë që nga qershori vitit 1999. Drejt tani, përshtypja ime e fuqishme është që nuk kemi pasur qeveri që është marrë seriozisht me krimet e Serbisë gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht me krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, agresionin dhe gjenocidin e Serbisë. Dhe tani pikrisht e kemi një qeveri e cila këtë e bën në mënyrë fort serioze dhe aktive. Vazhdimisht ne mbajmë takime ndërkombëtare me politikanë dhe diplomatë edhe për temën e krimeve të luftës, masakra dhe çështjen e të pagjeturve. Unë bashkë me ministren Gërvalla, drejtësinë tranzicionale në njërin anë, por edhe aktivitetin sa më të dendur të prokurorëve, të policëve hetues dhe efikasitetin sa më të lartë të gjyqësorit e mbështesim pa pushim, pa kursim e pa rezervë. Natyrisht, prokuroria dhe gjyqësori në Kosovë në këto vitet e fundit kanë bërë më shumë se përpara, por ka vend që të bëhet edhe shumë më tepër. Në veçanti jemi të brengosur që po mplakën e po vdesin dëshmitarët e krimeve të Serbisë dhe kjo e bën shumë të vështirë procesin gjyqësor. Mos harroni që kemi mundësinë tash për të gjykuar e për të dënuar edhe në mungesë dhe është një mori rastesh në të cilat kjo tashmë është shfrytzuar. Besoj që për të dhëna të hollësishme duhet sa më shpesh që mundeni ta kontaktoni institutin kundër krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili është një institut që ato krime i trajton edhe si pjesë të mbamendjes son kolektive, por edhe si material, dëshmi, argumente për procese gjyqësore të cilat duhet të ndodhin. Pra një farë mënyre, lufta me Serbinë ka përfunduar, por jo dhe beteja, sepse beteja me fqinjën tonë verior që nuk na nje, nuk pendohet, mohon krimet e kryera, vazhdon. Dhe këso ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta. Pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Të gjithë ata të cilët janë dashamirës të mbamendjes kolektive dhe të cilët kanë zell, ndjejnë përgjegjësi që të kontribuojnë instituti mbi krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është adresa cilësore dhe institucionale e Kosovës. Do doja të shtoja kësaj që tha kryeministri vetëm shumë shkurt edhe diçka. Nëse asgjë tjetër, ekspozita e cila u përfol në publik gjatë këtyre ditëve të fundit, nëse asgjë të paktën një gjë ka arritur, na ndërgjegjësoj të gjithëve, pa përjashtim, se sa të nevojshme janë shifrat zyrtare dhe që shifrat zyrtare nuk mund të jenë arbitrare apo të shpikura, por duhet të jenë të vërteta, duhet të jenë të sakta dhe për këto shifra të sakta nevojiten institucione të forta. Dhe prandaj qoftë themelimi i institutit, qoftë puna e shtuar e prokurorive në luftimin, pra në dënimin e krimeve të luftës, do të ndikojnë që të kemi të dhëna të sakta, statistika të sakta, të cilat pavarësisht nga klima politike dhe fakti që dikush dëshiron ta shfrytëzojë për të krijuar
amulli rreth asaj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë gjatë luftës në Kosovë. E rëndësishme është që të gjithë profesionistët e fushës, ata të bashkuar rreth institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, ta kuptojnë drejt detyrën e tyre dhe ta pajisin opinionin, shkencën, universitetet, ndërkombëtarët me shifra të sakta, me qëllim që kauza jone drejt, narrativa jone drejt në raport me Serbinë të mos dëmtohet për shkak të pasaktësive të vogla apo të mëdha, cila do qofshin ato. Zoti Kryeministër, Blerta Zuka, gazetare prej televizionit Dugaxhini, atëre prej dështimit të seancës për zgjedhjen e presidentit, ju keni deklaruar vazhdimisht se është urgjente që të takuani me liderët e partive opozitare, që të flitet në fakt për zgjidhjen e këtij ngërçi politik që është aktualisht në Kosovë. Megjithatë, nga ajo ku kanë kaluar disa javë dhe ende nuk e kemi parë një takim. A ka ndoshta një datë të saktë se kur do të takohesh? Duke e marrë parasysh që vetë keni cilësuar se është urgjente dhe duhet që sa më shpejt të ndodhë një takim i tillë. Edhe sa i përket ministres Gërvalla për ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sa jeni të sigurt që tashmë jeni në një linjë me gjykatën kushtetuese sa i përket raportit, meqenëse se disa herë është rrëzu nga gjykata kushtetuese, a besoni që tash nuk do të ketë më vonesa dhe ky ligj do të shkojë përpara? Faleminderit. Sigurisht që kjo është çështje të rëndësishme zgjedhja e presidentit, edhe ne marrim me seriozitetin më të lartë institucional e politik. Në bazë të gjykimit të gjykatës kushtetuese, nëse nuk jam gabim, kemi kohë deri me datën 28 prill, që do të thotë se kemi 30 ditë, pra nuk janë 3 ditë, janë 30, por do të përpiqemi që sa më parë të bëjmë sa më shumë. Por mua më nevojitën konsultimet e brendshme dhe natyrisht ajo që dihet është që pas këtyre konsultimeve të brendshme që do t'i zhvilloj, menjëherë do të dërgoj ftesa për takim me kryetarët e partive opozitare, edhe njerë po them, sa është rëndësishme ta trajtojmë me urgjencë, është rëndësishme të kemi sukses. Sepse në fund të fundit nuk do të matemi me përpjekjet që bëjmë, por me suksesin që e arrisim. Në këtë kuptim, çështja është e rëndësisë më të lartë, është urgjente, por gjykimi i gjykatës kushtetuese megjithatë na e ka dhënë një periudhë kohore e cila na mundson jo vetëm të veprojmë shpejt, por njëkohësisht edhe të mos bëjmë gabime në mënyrë që të arrijmë aty ku duhet. Edhe pse projekt ligji që kemi miratuar sot në qeveri për herë të përsëritur është në linjë me kushtetutën, është në linjë edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, por edhe me rekomandimet e Komisionit Venedikut, unë nuk mund ta përjashtoj mundësinë që pasi të miratohet në kuvent, parti të caktuara opozitare në mungesë të argumenteve serioze ose të aftësisë për ta kundërshtuar këtë ligj në kuvent me argumente serioze, do të mund të ndjekin përsëri rrugën drejt gjykatës kushtetuese, nuk dua ta paragjykoj, por jam e përgatitur edhe për një hap të tillë, i cili faktikisht do të avononte përsëri këtë ligj, kaq të domosdoshëm për të krijuar qartësi edhe në opinion, por edhe në institucione. Edun Podvorica prej RTK-s, kryeministër, a është mendu gjetja një modaliteti për përfshirjen e punëtorëve të RTK-s në pagën e 13, y qenë se ne me vite financuomi nga buxheti i shtetit? Këto janë kufizime ligjore, të cilët ne i respektojmë, pra bëhet fjalë për shërbysit publik në administratën shtetërore. Ne dim që ka edhe organizatët të tjera buxhetore të sektorit publik, por nuk janë të administratës shtetërore, të tilla janë të azëm edhe ndërmarrjet publike dhe në këtë aspekt ne nuk mund ta bëjmë ndryshimin. Tash kjo nuk do të thotë që unë po i ftoj njerëzit vinë punojnë në qeveri se do ta kenë pagën e 13, por kjo tregon për kushtimin ton që jemi shumë të interesuar që ata që shërbejnë qytetarëve të kenë mbështetjen e nevojshme të shtetit.
besoj që kjo ka të bëj edhe me standardin e ri që kemi vendosur ne, jo vetëm me zotimet që tashmë dihen, por në anën tjetër ky standard do të mund të ndjekej edhe nga institucionet edhe organizatat e tjera, sepse megjithatë qeveria nuk është shteti. Qeveria është e shtetit, por qeveria nuk është shteti. Shteti është shumë më i madh se qeveria dhe prandaj kemi aq shumë organizata të ndryshme, institucionet që i raportojnë drejt për drejt Kuvendit të Republikës se nuk janë në kuadër të ministrive. Valmir Gallopeni, Radio Dugagjini. Kryeministër, cili është qëndrimi i presidentit francez Emmanuel Macron për çështjen e dialogut Kosovë-Serbisë, se si është ai tutje rrugën e normalizimit të raporteve mes dy vendeve, po ashtu edhe cili është qëndrimi i tij sa i përket fillimit të zbatimit të ligjit për të huajt dhe për automjetët në Republikën e Kosovës. E para dhe e dyta, sa i përket fillimit të zbatimit të këtyre dy ligjeve, si është duke ecur procesi dhe kur mund të pritet një afat kohor, ose a e ka saktësuar qeveria se kur mund të jetë afati kohor kur do të përfshihen institucionet e tyre paralele, pra të sektorit të shëndetësisë dhe arsimit në kornizën kushtetuese të Republikës Kosovës, dhe si komentoni deklarimet në opinionin publik se një gjë e tillë, pra fillimi i zbatimit të këtyre ligjeve është edhe fillimi i jetësimit të asaj që njihet si marrëveshja e asociacionit zajednica dhe me emra të ndryshëm në periudha të ndryshme kohore. Dhe për ministrën Gërvalla, ministrë, njëra nga çështjet që është diskutuar se përket të ligjit për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, ka qenë edhe çështja se si do të emërohet udhëheqësi i kësaj zyre, është e saktësuar nëse emërimi për kryesuesin e kësaj zyre do të bëhet nga qeveria apo ashtu siç ka kërkuar opozita në para 2 legjislatura, po e vjen që një gjë e tillë të bëhet nga kuvendi. Faleminderit. Së pari, presidenti Macron i kupton shumë mirë dinamikat në Ballkan, të cilat në njërin anë kanë të bëjnë me aktualitetin politik, por në anën tjetër natyrisht që kanë edhe elementet që janë si pasoja të zhvillimeve historike në rajonin tonë. Presidenti francez e kupton pra që siguria në Ballkan nuk është rëndësishme vetëm për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, por edhe për vetë sigurinë në Evropë. Edhe prandaj është interesuar shumë për KFOR-in, për NATO-n, për paqen edhe sigurinë në Kosovë dhe në anën tjetër gjithashtu edhe për dialogun e zhvilluar në Bruksel, për çfarë ne tashmë e dimë që dialogu ka avancuar shumë, meqense ka rezultuar me marrëveshje. Ne në Bruksel nuk kemi pas veç dialog, kemi pas edhe marrëveshje. Është një gjë tjetër që presidenti i Serbisë e ka pranuar marrëveshjen, po ka refuzuar të nënshkruaj. Pra, është një lloj dyftyrësie, kur thua që e pranoj marrëveshjen, por nuk e nënshkruaj. Dhe unë besoj që problemet na lindën në pranverën e vitit 2023, para 3 vjetëve, pikërisht atëherë, kur u tha që po pranohet marrëveshja, po refuzohej nënshkrimi i saj. Sa kam unë informacion, deri në këtë momente nuk ka probleme sa i përket zbatimit të ligjit për të huajt. Ne kemi krijuar një drejtare 12 muajshe për ata të cilët nuk do të duhej ta humbin të drejtën e punës së banimit për shkak të mungesës së dokumenteve, por këtë e kemi shoqëruar me një drejtare tjetër 3 muajshe kur do të mund të pajisen me dokumente legale. Pra ne nuk jemi kundër serbëve, Serbia është kundër neve dhe serbët në Kosovë që janë parafërsisht 4%, ne i trajtojmë qytetarët e Republikës, nuk harrojmë që ka dhe minoritete tjera, nuk ka veç minoritet serb. I kemi bosnjakët, turqit, romët, ashkali, egjiptianët, goranët, edhe pak kemi malazez edhe kroat, gjithse në Kosovë janë 8% pakica, në Serbi janë 17% pakica. Pra Serbia në aspektin relativ ka më shumë se 2 fish në pakicave që ka Kosova. Por edhe trajtimi i pakicave që bëhet në Kosovë është shembull për shumë më gjerë se sa rajoni dhe për dialogun në Bruksel ne kemi diskutuar në veçanti në kuptim të zbatimit të marrëveshjeve, të cilët kërkojnë mirëbesim dhe kërkojnë siguri juridike e që vjen nga nënshkrimi i marrëveshjes, e që vjen nga tërheqja e letrës
Zonjës Brnabić, e cila së kohë ishte kryeministre, tash është kryetare e kuvendit në Serbi, dhe e cila me datën 13 dhjetor 2023, merrni me mend, 27 së Bashkimit Evropian i tha që Serbia nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës. Si mund të bëjmë ne dialog? Si mund të kemi zbatim të marrëveshjeve? Si mund të kemi mirëbesim nëse dikush të thot publikisht dhe lë zyrtarisht me letër të shkruar që nuk ta respekton integritetin territorial. Prandaj ajo letër duhet të tërhiqet. Marrëveshja bazike e Brukselit me aneksin e zbatimit të orit duhet të nënshkruhet dhe le të mos harrojmë edhe këtë gjë unë e përmendin në çdo takim me ndërkombëtar, jo vetëm tani në Paris, krye terroristi Milan Radojčić duhet ju dorëzohet organeve të sigurisë e drejtësisë në Kosovë, sepse bashkë me 44 paramilitarët e tjerë që e vranë rrështerin policor heroin e Kosovës Afrim Bunjakun, kanë aktakuz 160 faqe në Kosovë. Pra, ne kemi në Kosovë një proces gjyqësor që po pret të filloj. Dhe a duhet fillojnë mungesë, kur ne dim ku është ai person? Pra, për neve është e kuptueshme që duhet fillojnë mungesë një proces kur nuk e dim ku është personi. Mirë po, është një situatë absurde që në Kosovë do të na duhet të fillojë një proces gjyqësor mungesë për një person që dihet ku është. Andaj ne vazhdimisht insistojmë te faktorët ndërkombëtar, se ne s'kemi jurisdiksion mbi territorin e Serbisë, që të bëjmë presion Beogradit zyrtar, të na dorëzohet Milan Radojčići policisë Kosovës, të monitorohet procesi nga EULEX-i dhe nga çdo organizatë ndërkombëtare që është e interesuar dhe në këtë mënyrë e ngrisim në një nivel të ri dialogun në Bruksel, i cili po e ritheksoj, është më shumë se dialog, sepse tashmë kemi marrëveshje pa çka se refuzojnë ta nënshkruajnë. Shumë shkurt, kuvendi i Republikës Kosovës. Arden Beqira nga Gatave, një pyetje për zonën Ngërvalla, fillimisht jemi në përfundim të procesit nga gjykata speciale për katëshën e UÇK-s, çfarë mendimi presni nga kjo gjykatë? Nuk kam asnjë mendim dhe asnjë pritje nga gjykata, ajo do ta përfundoj procesin, tepër gjatë janë mbajtur të akuzuarit në paraburgim. Shtrohet pyetja pse ka gjatë, mirë po nuk më takon mua në këtë fazë të jap as rekomandime, as të jap udhëzime gjykatës së votuar nga Kuvendi i Kosovës se çfarë duhet bëjnë në këtë fazë. Gëzemuja gazetar nga Agjencia e Lajmeve Ekonomia Online. Kryeminist Kurti, e dim që së fundi për shkak të ngjarjeve botërore dhe luftrave në botë kemi pasur një ngritje të çmimeve në Kosovë, po ashtu kemi edhe ngritje të çmimeve të derivateve. Së fundi është kërkuar edhe heqja e akcizës sa i përket derivateve. Si qeveria jeni duke ndërmarrë ndonjë hap sa i përket kësaj çështje? Më lejo të lutem spari edhe një përgjigje lidhur me një pyetje që u bë paraprakisht përkatësisht për inkorporimin e sistemit arsimor edhe shëndetësor. Strukturat e tjera ilegale, paralele të Serbisë, ato administrative, financiare dhe të sigurisë, ato ose janë shpartalluar e zyrtarët kanë ikur në Serbi, ose janë shuar këtu në vendin tonë. Por natyrisht që kanë ngelur edukimi apo arsimimi edhe shëndetësia. Tash ne nuk jemi të interesuar që pacientët serb të ngelin pa spitale, ose që nxënësit serb të ngelin pa shkolla. Përkundrazi, jemi të interesuar që ta të vazhdojnë, por duhet të legalizohen. Nuk mund të vazhdojmë në mënyrë ilegale. Është domosdoshme të kemi sundim të ligjit edhe në atë aspekt. Unë jam më optimist sa i përket shpejtësisë për sistemin shëndetësor, se sa atë arsimor. Sistemi arsimor është një çik më i koklavitur, do të na marrë më shumë kohë, por sistemi shëndetësor unë mendoj që mund bëhet më shpejt. Dhe po e marr vetëm një argument të fundit kur isha në vizitë, ndoshta dikush për juve keni qenë në Odën e Mjekëve këtu në Prishtinë, aty mu tha që nga mbi 200 mjek serb të cilët në vitet e fundit
janë licencuar për të punuar në sistemin e Republikës Kosovës, 50 prej tyre janë 6 muajt e fundit. Pra prej periudhës kur ne kemi filluar të themi që duhet ta inkorporojmë sistemin e shëndetësisë. Nuk e keni asnjë shembull të një mjeku shqiptar ose infermieri apo infermiere shqiptare që nuk e shërben me kujdes shëndetësor një pacient serb. Kudo në për Kosovë. Merrni me mend, asnjë shembull të vetëm nuk e keni. Por më duhet të pranoj që nuk kemi as shembuj të tjerë ku një mjek serb në Graçanic apo në Mitrovic refuzon që të tregoj kujdes për një pacient shqiptar i cili lajmërohet se ndoshta ka psu aksident ta zëm rrugën Gjilan Prishtinë te Graçanica edhe është dashur të shkojë sa më shpejt në spital, ose atje në Mitrovic ka shkuar po ashtu në emergjencë. Nuk kemi shembuj kur personeli shëndetësor, qoftë shqiptar ose serb, nuk e shërben të etnisë tjetër. Prandaj kjo më bën mua më optimist për inkorporimin e shëndetësisë. Ne nuk mund të lejojmë në Kosovë konstruksione që i do një shtet tjetër e janë kundërshtim me kushtetueshmërinë e vendit tonë dhe të cilët nuk kanë kujdes për të drejtat dhe nevojat e serbëve, por shumë më tepër janë vegla e armë për luftimin e pavarësisë sonë. Dëshirojmë që të ketë inkorporim të shëndetësisë edhe të arsimit, përkatësisht legalizim e licencim në mënyrë që të kemi edhe investim. Gjendja në spitalin në Mitrovicën e Veriut nuk është e mirë. Ne duhet të investojmë në atë spital, por si të investojmë pa u legalizuar ai spital për shembull. Pra, legalizim, normalizim, investim dhe shërbime më të mira publike. Unë nuk jam që serbët në komunat me shumicë serbe të kenë shërbime më të këqija, po dua që të kenë shërbime më të mira, po për këtë nevojitet inkorporimi edhe legalizimi. Këto afatet kohore unë nuk mund të përcaktoj tash, por ne do të punojmë me krejt çka mundem e dim që këtë ta bëjmë më shpejt. Ka nisur procesi dhe unë besoj që jemi në rrugë të mbar, por ju e dini edhe kur ka qenë puna e targave të automjeteve, nuk ka qenë bashkë sigurt se cila është data kur kjo punë përmbyllet, e aq më pak tash për shëndetësinë dhe arsimin, po shumë është rëndësishme që ka filluar dhe përshtypja ime është që ka një dakordsi gjithnjë më të madhe edhe të qytetarëve serb për një gjë të tillë. Dhe pyetja për ngritjen e çmimeve, tash ju e dini që e gjithë nafta që është në Kosovë importohet. Ne jo vetëm që s'kemi burime të naftës, por nuk kemi as rafineri të naftës. Pra ne as nuk përpunojmë naftë përveç se nuk kemi naftë. Dhe në këtë mënyrë e marrim komplet kostën e inflacionit në import. Çmimet e larta që janë jashtë bëhen çmime ndoshta edhe më të larta këtu brenda. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Inovacionit, Ministri Mimoza Kusari, i ka vazhduar të masat e ish-ministrës Rozeta Hajdari, dhe ajo është në komunikim të vazhdueshëm edhe me ekspertët. Bindja ime e fuqishme është që këto propozimet për heqjet e TVSH-s e të aksizës nuk janë mirë të menduara dhe nuk bazohen në përvoja të suksesshme apo në dije ekonomike. Është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes të mos i shërbejmë super profitit të ndokujt në vend se t'ua zbusim barën qytetarëve. Pra, gjitha vendet e Evropës, edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë shteti më i fuqishëm botë, është duke vuajtur koston e luftës që po zhvillohet në Iran e Teherani, në ngushticën e Hormuzit, dhe sikur ne të kishim port detar, e sikur ne të kishim një
vend madh grumbullimi të naftës, atëherë fluktuimet në tregjet botërore nuk do të përcilleshin kaq shpejt siç është rasti tani. Por ju e patë që në fjalimin tim në mbledhjen e qeverisë, unë tashmë e paralajmërova që shumë shpejt do ta kemi edhe këtë pakon 200 milion euroshe, e cila do të jetë e dedikuar pikërisht për qytetarët e Republikës që të përballojnë sa më lehtë që është e mundur rritjen e çmimeve dhe inflacionin. Në anën tjetër, së shpejti në mbledhjen e qeverisë, meqense se tash ka përfunduar puna me gjykatën kushtetuese, do ta kemi edhe ligjin për tavanin e çmimeve për produktet bazë. Në fakt që 3 vjet do ta kishim, po të pyesishim vetëm ne. Mirë po, ju e dini që gjykata kushtetuese në mandatin e kaluar u patshndruar në zyre për ankesa, edhe ankesat që shkonin aty nga opozita ka qenë një farë aktivizmi juridik, vetëm sa na vononin. Nuk do të ishim këtë gjendje, po ta kishim atë ligj, por do ta kemi megjithatë së shpejti. Përshëndetje, Rezan Gashi, gazetar në KTV, një pyetje për kryeministrin. Ne e dim që për çështjen e presidentit i kemi 2 propozime, zotrin Glauko Njufca dhe zonjën Fatmire Mullhoxha Kolçaku. A do të tërhiqen këta 2 emra për t'i dhënë hapësirë diskutimeve me opozitën? Së pari, emrin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit punëve të jashtme diasporës, Glauko Njufcës, ne e kemi dhënë më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Më pak se 30 orë. Emrin e Fatmire Mullhoxha Kolçakut e kemi dhënë më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra kemi pritur deri në momentet e fundit. Dhe deri në momentet e fundit nuk kemi hequr dorë nga një mundësi për marrëveshje me opozitën. Tash mua më nevojitën konsultimet e brendshme se çfarë duhet të bëjmë për rrugën përpara. Në njërin anë janë natyrisht i kemi parasysh interesat politike, për në anën tjetër janë edhe kufizimet juridike e ligjore. Duhet ta shohim se çka është e mundur që të bëjmë për të ecur përpara dhe unë besoj që kjo do të shihet pjesërisht në konsultimet e brendshme që unë do t'i zhvilloj sot e nesër, ndërka që pjesërisht do të shihet edhe nga vetë takimet që do t'i zhvilloj me kryetarët e partive opozitare. Faleminderit shumë, me mirupafshim.